Dita 15, gëzimi i Perëndis për të humburin. Leximi i ditës, Ungjilli Lukës, kapitulli 15, vargu kyç. Duhej të gëzoheshim dhe të bënim festë, sepse ky vëllai yt ishte i vdekur dhe u gjallërua, ishte i humbur dhe u gjet. Shpjegimi. Ky kapitull përmban 3 parabola: Delia, Paraja dhe djali blank-prishës, të cilat Jezusi i tha si përgjigje ndaj kritikëve fetar. Këto histori zbulojnë zemrën e Zotit. Ai jo vetëm që e kërkon atë që humb. Delia, Paraja, por kur i humburi kthehet, djali blank-prishës, ai e pret me festë, nderim dhe gëzim të zjarrt. Gëzimi i Zotit nuk është mbi të 99 të drejtët, por mbi një mëkatar që pendohet. Lutu me mua. Lutja e reflektimit për ditën 15. O Ati dashur, unë të falenderoj ty që ti ke një zemër kërkuese. Faleminderit që unë jam i vlefshëm për ty si Delia, Paraja dhe djali yt. Të lutem më fal për herët kur kam jetuar si djali blank-prishës duke e marrë hyrin tënd si të mirëqen. Më pastron nga çdo mendësi e vëllait të madh vetë drejtësi, që më pengon të gëzohem me ty kur dikush pendohet. Më ndihmo të kuptoj thellësinë e dashurisë tënde shpërblyese. Unë të jap gjithë gëzimin tim duke e kthyer në shtëpinë tënde me keqardhje dhe falënderim. Bëje zemrën time një vend feste për të humburit. Amen.